Ka përfunduar restaurimi i shtëpisë tradicionale do Bruna Polloshka në Gjakov, projekti implementuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Objekti i cili ishte në gjendje të rënduar tashmë është restauruar dhe është kthyer identiteti i tij origjinal. Sipas Regina Dyla, menaxhere e projektit, objekti ka qenë në gjendje mjaft të dëmtuar, ndërsa përmes këtij projekti është bërë restaurimi i plot. Arsyeja pse kemi ndërhyrë në këtë shtëpi ka qenë se i kemi një shtëpi veçantë autoktone. Edhe pse ka qenë shumë e rrezikshme, me vite ka pas dëmtime një pas njëshme, por deri në momentin e pëlqimit për komisionit të IKMM-s, kemi marrë vendimin që këtë shtëpi ta restaurojmë. Edhe pse këtu, në këtë shtëpi është me shumë pjesëtar të familjes, një prap jemi dashur ta akomodojmë për 2 familje. Hapësira e përgjithshme e shtëpisë është 135 metra katror, ndërsa vlera e restaurimit ka arritur në 88.000 euro. Hapësina e shtëpisë është rreth 135 metra katror, një etazh, pra kjo është shtëpi plus 1, dhe vlera e saj ka qenë 88.000 euro, rreth 88.000 euro, mirë po kemi arritur ta restaurojmë me 84.000 euro. Sipas Dylës, shtëpia është ndërtuar me gur dhe gjatë restaurimit janë bërë rikonstruksione të murit duke ruajtur autenticitetin e saj historik. Është kombinimi i murit, zakonisht e ka trashësinë rreth 55 cm, nga jashtë është gur, mirë po është ndërtuar në piqërpiqve. Kemi pas restaurimin ka ana e djathtë që ka qenë pjesa më e rrezikshme e shtëpisë. Aty kemi bërë ndërhyrje të rikonstruimit të murit, mirë po jemi shku gradualisht, metër me metër, jo gjithë me njerë. Kemi pas nevojshme të heqim disa materiale që nuk kanë qenë në pjesë e trashëgimisë si kanë qenë bloqet e betonit. Restaurimi i shtëpisë do Bruna Polloshka kishte filluar me 22 tetor të vitit 2024, ndërkaq me 30 dhjetor të vitit 2025 shtëpia u funksionalizua.